Takohemi rikthyer sërish bashkë në studio. Faleminderit juve, faleminderit sponsorit ton Golden Eagle Erotic. E tani radha është për rubrikën tonë të përjashme e vërtet e pa vërtet, ku pjesë e saj janë Adelina Tahiri, Zamfina Ismaili, Adrian Gaxha dhe Floriani i Vogël. I ndjekim bashkë tani. Adelina Tahiri fejohet. Adelina Tahiri rrahet nga ishi dashuri. Sipas disa burimeve, thuhet se Adelina do të fejohet në fund të këtij muaji. Edhe pse ne i kontaktuam Adelinën, ajo këtë lajm e klasifikoi si të pavërtet. Zhurma nisi me publikimin e një foto të këngëtarës në Instagram krahas një mashkulli, po për të cilin Tahiri nuk dëshiron të prononcohet. Madje mediat shkruajtën se i dashuri i ri i Adelinës është ishi dashuri i Anieza Branca. Dhe jo vetëm, para 2 ditëve portalet plasuan një lajm ku u tha se Adelina Tahiri është rrahur nga ishi dashuri i saj, djali i zëvendës kryeministrit të Maqedonisë Musa Xhaferi, pasi sipas portalit Index Online, ajo ka vizituar lokalin e ish të dashurit në Shkup në shoqërimin e të dashurit të ri dhe vllaut të saj. Prive kontaktoi këngëtaren për ta konfirmuar edhe këtë lajm dhe ajo e demantoi me këto fotografi. Zamfina Ismaili feston natën e saj të beqarisë. Kjo nuk është as pak e vërtet. Të anjet të mbroma, këngëtarja Zamfina Ismaili ka festuar në natën e beqarisë për mikën e saj Megi në njërin nga restorantet e kryeqytetit. E veshur në të zeza, me një trup perfekt e mbi tavolin, Zamfina Ismaili po krijonte atmosferë për mikën e saj. Ja se si e luan qyqekun Zani. Ndohen Adriani dhe Floriani, kjo është plotësisht e vërtetë. Pas suksesit në 3 bashkëpunimet në Ngjyra e kuqe, Kjo zemër dhe Ojti qik, dyshe Adrian Gaxha dhe Floriani kanë vendosur që të vinë me këngë si solo artist. Të dyja këto projekte janë prodhime muzikore të Adrian Gaxhës, të cilat do të shoqërohen edhe me klip. Adriani pas një kohë vjen me projekt solo, ndërsa Florianin do ta shohim për herë të parë vetëm në një videoklip.